Përshëndetje nga unë Margarita. Sot do doja t'ju bëja një pyetje. Cila është për ju më e rëndësishme në jetë? Paraja apo koha? Ju do thoni paraja sepse pa para nuk ka siguri dhe stabilitet. Por unë po ju them. Kur isha unë në Shqipëri dhe kisha bizneset e mia, laboratoret e mia, unë arrita ta menaxhoja paran. E kisha paran. Por unë humba kohën. Humba kohën për veten time dhe për familjen time. Kështu që edhe ju, nëse ju do harxhoni kohën tuaj për të menaxhuar paran dhe për të pasur paran në jetën tuaj, atëherë ju nuk do ishit prezent në rritjen e fëmijëve tuaj, të cilët kanë kaq shumë nevojë për ju. Duke qenë larg tyre, dashuria e tyre ftohet. Çfarë fituat në këtë mes? Kështu që fleksibiliteti është ai që balancon edhe kohën, edhe paran. Ne i kemi gjetur këtë fleksibilitet në biznesin ton digital online. Dhe ky është shumë i mirë për nënat të cilat rrisin fëmijët e tyre dhe duan të jenë prezent, jo vetëm për t'i treguar fëmijëve të tyre dashurinë, por edhe për t'i edukuar ata që t'i jenë të aftë në të ardhmen e tyre. Nëse interesoheni për këtë biznes, klikoni në linkun tim www.margaritagjordeni.com ose regjistrohuni në të dhe komentoni info në videon e tashme. Ju falenderoj që më dëgjoni dhe unë do jem prezent çdo ditë në live-et e mia. Uroj të më ndiqni dhe ju uroj një ditë të mirë. Mirupafshim nga unë Margarita.